Një tjetër skandal i sigurisë ushqimore është zbuluar duke nxjerrë në pa firmat private që pasi fitojnë tenderat për ofrimin e shërbimeve ushqimore, funksionojnë jashtë çdo lloj standardi duke rrezikuar jetën e konsumatorëve. 56 studentë Akademisë së Sigurisë u helmuan të mërkurën nga ushqimi. Pas konsumimit të drekës brenda ambienteve të Akademisë, studentët janë ndier keq duke patur komplikacione shëndetësore dhe janë dërguar në spital me urgjencë. Dyshohet se kompania private Sorial të ketë helmuar studentët e policisë pasi ky subjekt privat ka një kontratë me Akademinë e Sigurisë për t'u ofruar ushqimin për 3 vaktet studentëve pranë këtij institucioni. Në pranga kanë përfunduar 2 punonjës të firmës private, guzhinieri Kujtim Ballxhini dhe Kristiana Plaka me detyrë teknologe ushqimit. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim administratoren e Sorial, Alma Tafani. Tafani është bashkëshortja e kreut të dhomës së tregtisë Nikolin Jaka. Është shpallur edhe në kërkim administratorja e firmës. Në bashkëpunim me AKU-n është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon gjurmëshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprer pasi ka dhe disa fushat të tjera ku vepron dhe nuk është ndërprer dhe ushqimi dhe furnizimi dhe gjatë ditës sotme të studentëve. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, studentët që u helmuan kanë pasur simptoma të rënda me të vjella dhe dhimbje të forta barku. Pasi janë paraqitur në spital, ata kanë marrë mjekim dhe janë larguar nga ambientet spitalore. Hetimet po kryen nga Policia e Tiranës, ndërkohë që Instituti i Shëndetit Publik ka marrë mostra të ushqimeve ku pritet një përgjigje se çfarë i helmoi studentët pasi konsumuan drekën. Nga ana tjetër, AKU ka nisur hetimet ku vërteton se kuzhina pranë Akademisë së Sigurisë nuk përdorej përgatim pasi ushqimet vinin të gatshme nga Sorial. Firma private përdorte garnizonin Skënderbej pranë Akademisë së Forcave të Armatosura për përgatitjen e ushqimeve. Në këto ambiente u gjetën dhe u bllokuan 85.9 kg produkte ushqimore dhe u dërguan në laborator për analiza. Sipas njoftimit të AKU-s, për mungesë të një sistemi funksional dhe të plot gjurmimi ndaj subjektit u vendos masë administrative me gjobë në vlerën e 100.000 lekëve. Ndërkohë, pritet që të hetohen edhe kontratat e tjera që Sorial kishte lidhur me institucionet e vendit apo me firmat private për t'i ofruar shërbimin e cateringut. Sipas të dhënave për vitin 2025, kompania Sorial në pronësitë Alma Tafanit, grua së Nikolin Jakës, rezulton si fituese 75 tenderave publik me vlerë 4.2 miliard lekë.